Tani ftoj ta merr fjalën bia jon kumanovare, e cila në moshën e saj shumë të hershme sakrifikoi më të shtrenjtën e saj, lirinë, jetën e saj për të mirat që ne i gëzojmë sot bashkë me bashkëluftëtarët e saj. Vota jonë për ne është gjëja më e paktë që ne mund ta bëjmë për t'ia kthyer asaj gjithatë sakrificë që ka bërë për ne. Ftojmë zonjën Shkodrane Zenuni Dartishta. Të nderuara zonja të Kumanovës, të nderuara motrat e mia, e nderuara kryesi e Bashkimit Demokratik për Integrim me zonjat bashk, të nderuar kandidat për deputet Rexhail, të nderuara zonja nga forumi i gruas në Kumanov, si dhe nga forumi i gruas në Çajër, të cilat erdhën sot me nderu Kumanovën me prezencën e tyre, për të vetëm arsye se na ka porosit Ali Ahmeti se bashkë jena më mirë edhe bashkë jena më të fortë. Se bashkë jena më të mirë dhe më të fortë, po tregon masoviteti juaj, po tregon ai shtrëngimi i duarve mes nesh grave. Të nderuara motrat e mia, zonjat të Kumanovës, zonjushat të Kumanovës, unë nuk përgatita diçka të veçantë sot një fjalim me e lexu për para juve, se mendova që me i nda disa momente muj edhe me bashkë bisedu me juve dhe nuk ka nevoj që në mesin tim, në familjen time, në vendlindjen time, duhet me tregu shumë, duhet me fol shumë, se në fundit jemi ne ata që i dham historisë, shumë jemi ne ata që shumë i tregum historisë, dhe sot historie në shkrum për neve, na nuk po folim shumë, na po bojmë vepra. Roli dhe rëndësia gruas shqiptare në historinë e popullit shqiptar është rol kyç. E kemi dëshmu ne gjenerata ime, generatat e tjera, po dhe generatat më të vjetra të cilat i kanë dhënë shumë popullit shqiptar, të cilat i kanë dhënë shumë kombit shqiptar. Çdo herë duke sakrifiku veten në mënyrë masovike, çdo herë tu ditë me i nis punët e saja, prej lindjes fëmijëve, prej krijimit familjes, unë them me shumë përgjegjësi, them me shumë burje, jemi ne ato gra shqiptare të vetmet në botë që dim me i lujt disa role dhe me i kryt disa funksione në ndërkohë, jo veç me i lind dhe me i eduku fëmijët në mënyrë më kombëtare dhe më denjësishme që duhet, jemi ne ato që kemi qendru burrave në krah luftë kur ka pas nevojë, jemi ne ato që kemi eduku breza, që kemi arsimu brezat, jemi ne ato që dim edhe bukur të dukemi për para opinionit, jemi ne shtylla ma e fuqishme, shtylla kryesore e të gjitha proceseve, qofshin ato demokratike, qofshin ato luftarake, që kemi ball sfidave në të gjitha periudat e tona të historisë. Se ne dim, duam dhe se vota jonë vlen dhe se vota jonë nuk shitet, as nuk blihet, po vota jonë meritohet, edhe shmum këtë kohën e pluralizmit, kohën kur në qeverisje erdhë Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe nëse ne ditëm këti Bashkimi Demokratik për Integrim, që rënjët i ka të gjaku i dëshmorve, të gjymtyrët e invalidëve të luftës, të spirat e plumbit që po i barti në trupin ton, nëse ne ditëm t'i thojmë po asaj platforme politike që nga viti 2002, si pasar se e denjë ushtërisht lirimtare kombëtare, ne do dim t'i thojmë po të njëjtës platformës më kombëtare që ofron Bashkimi Demokratik për Integrim për popullin e tij, do t'i dim t'i themi edhe me datën 27 prill. Në cilësinë e kandidatës për deputete, do t'i them disa fjalë, të cilat janë shumë të rëndësishme në këtë kohë, në këtë periudhë që jemi përpara zgjedhjeve parlamentare. Nuk janë zgjedhje çfarë doshme parlamentare, janë zgjedhje jetike për kombin shqiptar, sepse ne sot po barazohemi me vitin 2001 në kohën e luftës. Për shka? Vesh për një arsye, sepse për para vetit kemi një armik të cilin e kemi pas edhe në vitin 2001. Sot për para nesh, qëndron armiku Nikola Gruevski dhe Vëmoro DPNM-nej, ashtu si shka qëndruar në front në vitin 2001. Që ata shkije që i kina pas 2001-shin, i kina sot pra përballë. Dhe unë
mburje me shumë përgjithësi e them, sot nuk dojna me ba dhe nuk ka rivalitet mes shqiptarve, nuk ka luft mes shqiptarve, po ka luft veç mes popullit shqiptar dhe popullit Maqedon. Jemi në një pozit ku do të avullosim përjetësisht fatin ton, do të avullosim përjetësisht rrugën në të cilin do të shkojmë ne deri në fund, po do të vinë edhe gjeneratat pas neve, do të vinë fëmijët e mi, do të vinë fëmijët e ju më pastaj. Se jemi unik, se të gjithë po veprojmë në mbrellën e Bashkimit Demokratik për Integrim, se gjitha proceset demokratike, se të gjitha të arriturat, suksese, triumfet në për këto beteja janë me triumfin më të madh, janë me sukseset më të mëdha, e dëshmon masoviteti juaj edhe për kraha juaj që i dhatë BDI-s, që i dhatë popullit shqiptar në ndërkohë më datën 13 prill. Na sapo e kalum datën 13 prill, ju i dhatë jo një jo të fuqishme presidentit jo konsensual, ati presidenti që e qiti pala Maqedone bashkë me ata shqiptarët që veç emri ka me të më thonë shqiptar, po që nuk kanë gjak shqiptari dhe nuk ndjejnë asgjë për shqiptarët, ju me votën e juve, me mos daljen në zgjedhje, me mos dhënien e votës juve në palën e kundërshtarit e dëshmuam se jemi një popull unik dhe se thirrjes për atë vej, kushtrimit për atë vej ne i përgjigjemi në çdo kohë. Nëse gjatë luftës ne dham bitet tona më të mirë, bijat e tona më të mira, nëse gjatë luftës ne u radhitëm pas Ali Ahmetit, ne dëshmuam se Kumanova po i qëndron besnik Ali Ahmetit dhe kësaj lëvizje të madhe kombëtare edhe në vitin 2014, sepse unë dhe ju e di mirë, Bashkimi Demokratik për Integrim i kaloi krejt konturat e të qendrit parti politike. Ne sot jemi shndruar në një lëvizje të madhe kombëtare, lëvizje e vetme në Maqedoni e cila do ta çojë në vend edhe amanetin e të parëve tanë, edhe amanetin e dëshmorëve që u fliuan për këtë dhe natyrisht edhe interesat e tona kombëtare. Dhe unë kam dëgjuar të thuhet se unë jam mirë kur është mirë Shqipnia, unë po them me shumë mburje, ne jemi mirë, BDI është mirë kur është mirë populli shqiptar. Nëse ju keni paknacit e juve, nëse shqiptarët nuk janë në atë pjedestal të cilin e kanë meritu, ju them se bota ekziston në bazë të krahasimeve, kam përmend disa tubime. Për me e ditë se sa mirë jena sot, duhet me krahasu veten me vitin 2099, 98, në atë kur as kena guxu me fol shqip, as kena guxu në rrugë me tregu se emrin e kam Shkodra, as kemi guxu me bë qoftë edhe një flamur ndarse me ngrit, jo me ngrit në shesh, jo me bë lëvizje më të po me një darsëm s'kena guxu me ngrit një flamur. Pa i ditë çato fakte, çato arsye, kur s'kena me ditë se sa mirë jena tash. Po a duhet këtu me pushu puna jon, a duhet këtu me ndal puna jon, natyrisht që jo. A duhet shqiptarët prej nëse kemi fillu nëse popujt e tjerë kanë fillu për shkalla 0 dhe janë në shkallën e dirë, mos harroni se populli jonë filloi për -100. Filloi për mrapa, ky shtet 60 vjet ka punu për veti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim po mundohet të avancojë çështjen shqiptare në këto 12 vjet. Askush nuk ka shkop magjik me mujt krejt gjanat me realizu nëpërmjet 12 vjetëve. Prandaj po kërkojmë mandat, prandaj po vazhdojmë të kërkojmë mbështetjen e juve, votën e juve, energjinë e lanin e ju që me mujt këto procese me i shty përpara. Këto procese që kanë me në gjysmë, disa shumica prej tyre janë realizu, po disa që kanë me përgjysëm dhe planet e tjera të ardhshme, projektet e tjera të ardhshme kombëtare, ti çojmë në vend, ti çojmë drejt realizimit të tyre final. Prej datës 13 prill, datë tjetër, betejë tjetër shumë e rëndësishme është edhe data 27 prillit. Ditë kur kemi në Maqedoni, shqiptarët në Maqedoni kanë zgjedhje parlamentare, ndërsa të tjerët kam dëgjuar që pas kanë edhe zgjedhje presidenciale. Unë nuk jam e njoftuar që ka zgjedhje presidenciale, se unë nuk shkoj me votu për presidentin e shtetit, nuk ka president të atill i cili nuk ka një emër, një president, një kandidat për president i cili mbron interesat e mia, t'jonit, t'janinas, interesat e juve. Prandaj zonja të nderuame, kur të shkonim ditën e votimit, ditën e diel me 27 prill, thoni përsëri jo kandidatit jo konsensual, Gjorge Ivanovit edhe Steve Pendarovskit. Ne atyre u atërguan vendin se ku e kanë pararsët të tyre vendin, ku e kanë vitin 2001, ama si duket nuk e kanë mendën me umush, nuk e kanë ndërmend me umush me men.
ne dështojnë edhe një herë me datën 27 prill, ashtu që është dështuar me 13 prill, ne ta shohim përfundimisht se vendin e kanë te koshi plehrave, bashkë me ata partinë e shqiptarëve do punën që dolën kohë të fundit dhe po pretendojnë se po bëjnë televizje në Maqedoni, të cilët qysh në start janë të dështuar. T'ju themi jo edhe njerë kandidatit për president, kandidatit jo konsensual, t'i themi po kësaj lëvizje të madhe kombëtare, t'i themi po platformës së Bashkimit Demokratik për Integrim. Ju, kur të shkoni me votu të kutijat e votimit, mos e merrni listën për kandidat për president. Ju jeni qytetar dhe juve ju mbron ligji, keni të drejtat e juve për mos me e marrë. Nuk ka kush që mujtet me u kushzu, me thonë, duhet patjetër me votue për president. Unë i mbaj me në ato kohëna kur shqiptarët nuk kanë qenë edhe shumë të informuar për drejtat e tyre, për mundësitë e tyre, e di ndjes pas gjyshja ime në kohën kur i bojkotonim zgjedhjet, edhe thëjke babas tem, o birë, po na kur po shkojmë te kutijat e votimit, po thojnë të ka zmit dërzhava, mës me dalë me votue. Nuk ju ka zmit, ve s'ka dërzhav që ka zmit shqiptarin. Nuk dalë me votu kandidatin jo konsensual, kandidatën për president, pa me di se flaka e del kësaj Maqedonie, që shi ka dalë në vitin 2001. Kjo është shumë e rëndësishme. Gjithashtu të njëjtën ditë, ju thras, ju apeloj në emër të Bashkimit Demokratik, në emrin tim personal, mase unë jam radhit në anën e fitimtarit Serik, në anën e ati bashkimit që asë njëherë nuk ka ditë me dështu, ju ftoj edhe juve që në bështetin e juve, votën e juve të shmushme, fjallën e juve të shmushme, për sëritja besoni këti subjekti politik, kësaj lëvizje të madhe, duke e rrethu numrin 4, po në shqip në këshë në për fotografi me ato selfie të po 4, e di që keni, ju ka futu në kokë që duni me votu numrin 4, këtë platforma të mirën për juve, për ardhmërin e fëmijëve të juve, nëse jo për mua, unë personalisht pse votoj BDI-n, nëse jo për mu, e votoj për Jonin e për Janinën. Ata janë gjenerata që duhet me egzu këtë liri, duhet me egzu gjitha këto arriturat që po e përjashtoj vetën teme, po Alia Mehmeti me shok, Alia Mehmeti bashkë me Ilir Saidin, me Regjailin, me Mervanën, me Ulusin, me gjithë këtë garnitur, edhe me Nazmi Beqirin, me krejt ata komandanta, me krejt ata djemë dhe vasha më të mira, nëse ata ditën vitin 2001, kushtetutin e Maqedonis, me ndru, me luft, ne sot, me 27 prill, kena me ndru me votën edhe me fjallën e juve, dhe do ta marim kalan nga brenda, ndryshimet për shqiptarët në Maqedoni, do t'i bojmë jo më në përmale, jo në Tanush, jo në Slupçan, jo si grupe guerile, po si deputet, si militant Bashkimit Demokratik për Integrim, në parlamentin e Maqedonisë, se ka ardhur koha ato vijat e kufinit me inu mes, mos me pas në realitet vijat kufinit, po ato pika, ato synimet tona, me i vnu midis parlamentit të Maqedonisë, midis Shkupit, te leka i madh i lirë, me dëshmu edhe njerë që bashk vërtet jemi më të mirë, bashk jemi vërtet më të fort, dhe bashk me Ali Ahmetin dhe me juve të gjithve do të ecim dyerve të Europës, do të ecim dyerve të NATO-s dhe portat të cilat për neve janë të hapura, portat të cilat e presin fjallën dhe votën e popullit shqiptar. Ata motrat nderume, ata që janis me Nikolën, edhe me atë Gordanën që kandidon gjithashtu të zona 2, janis për Rusia, nuk e di për ku janisa, për Bugaria, edhe vetë nuk e din ata se s'kan kanë kërkon, aty në rrugambari u qof me 27 prill në vagona trenit drejt për Rusia, për Beograd, ku ja kam sy, se unë bashkë me juve do ta festojmë fitoren më të madhe historike të popullit shqiptar Maqedoni që pas vitit 2001. Ju falimderit për vendjen e juaj. Qoftë i përjetshëm kujtimi për gjithë të rëndë për ju. Qoftë i përjetshëm kujtimi për gjithë ata që sakrifikuan për popullin shqiptar. Ju përshëndes dhe falimderit për mbështetjen e juve që na keni dhënë gjithë këto vite. Mirupafshim në takimet e tjera. Të nderuara zonja të Kumanovës në numër kaq të madh, të nderuara zonja nga komuna e Likovës, faktikisht forumi gruas së komunës Likovës, të nderuara zonja nga forumi gruas së Çajirit, ju falenderoj shumë për prezencën e juaj sot. Shpresojmë të takohemi në takimet e radhës edhe pas zgjedhjeve 2014. Tani ju ftoj në koktelin e organizuar nga forumi gruas Kumanov.